Tani kjo është ura e belit e këtu në Tarazh. Dhe shish dëmtimi që i ka ardhur. Dëmtimi kryesor është atje. Ja. Kjo është dëmtimi i kamës. Dëmtimi i kamës këtu. Nuk e kuptoj, domethënë se si është, sepse kjo kama duket goxha e fortë kjo. Nuk e di se si ajo ka rrëshqit e gjitha, ose nuk është bërë një punë tamam domun për ta mbajtur në bazament. Në fakt ky lumi këtu proj i Tarazhit, i thonë, por lum tamam se është shumë i rrezikshëm. Është i thatë, nder duket sikur s'ka ujë. Kur e gërsohet ky ban namin dhe ja që ka bose, dhe është fatkeqësi ta qysh, sepse ka bllokuar këtë anë. Ka dhe i rrugë tjetër, besoj mund dalin andej paktën në h për h. Derisa të ashtu. Gjithsesi unë erdha për të parë këtë, dëmtime ka patën disa vende të tjera në Mirdit, edhe në Fan, sidomos rruga e Bukmirës, është skandal rruga e Bukmirës, dhe në gjithë qarkun e Lezhës ka në zonën e Kurbinit më shumë, por ka edhe në disa zona të Lezhës, mram pas diçka që ishte për my thujse Zejmenit dhe ishte po tërhiqej ujë me pompa në darkë. Sidomos Kurbini edhe Laçi aty, por edhe Ndroje atje, është një situatë shumë e vështirë. Vërtet janë rreshtit, por problemi është se çfarë prognoze, gjithmonë cilat janë projektet, sepse zona jonë nuk është një zonë që nuk i dihen gjërat. Sidoqoftë unë erdha këtu për të thënë diçka që këtë javë ne do të merremi në emisionin Kuvend pikërisht me problemet që sjellin përmbytjet e shiut. Ndaj unë erdha të jem vërtet te një objekt i cili ta shohim konkretisht çfarë ka sjell. Do të flasim me specialistë, por do të flasim edhe me autoritetet këtu nga Tarazhi. Motor lëvizit për koshme, dhe mbyllet që e të hapet atje. Mase me një mbushje këtu mund të normalizohet pak hikja kalimi këtu. Po. Ja, jemi këtu. Vjen keq se ja ku vazhdon asfalti, ja. Na rrugë shumë e mirë asfalti atje, edhe lagja më tanë, edhe lagja tutje projekt tjetër që vjen nga ana tjetër. Se jo mbase mund shfrytëzohet kjo pjesa këtu. Një ka rrezistu tjetër. Një ka rrezistu ma shumë tjetër. Po, ka rrezistu tamam e vjetra, ka rrezistu tamam. Ja ku është ura e dëmtuar. Kjo lagje do të është bllokuar kjo lagje. Tani ka rënë niveli, por kur vjen rrëmbyshem, ja ka i kama atje. E do shkoj ta shoh çik se si është puna e asaj kamës, dhe pse ka ik. Ka qenë një urë beli shumë e mirë, edhe më tanë është ura tjetër, ura beli tjetër, për kjo skandal fare pas sa ik.